Drejtori i Zyrës për Kosovë dhe Metohi Petar Petković ka bërë të ditur se ditët e fundit autoritetet e Prishtinës kanë tentuar të pengojnë qytetarët e caktuar të nacionalitetit serb me letër njoftime të lëshuar nga departamenti policor që janë zhvendosur në Serbinë qendrore që të mos lëvizin lirshëm në përvendkalimin merdare. Zyra ka njoftuar me njëherë Bashkimin Evropian i cili ka përcjell garancitë e Prishtinës se ishte një gabim i paqëllimshëm dhe se nuk kishte asnjë direktivë apo vendim lidhur me këtë çështje. Petković ka vlerësuar se kjo është një lojë tjetër perfide e Prishtinës e cila dëshiron të detyrojë serbët të përdorin vetëm letër njoftime të lëshuara nga autoritetet e Prishtinës. Qeveria e Prishtinës nuk e ka lejuar ministrin e shëndetësisë Zlatibor Lonçar të vizitojë Kosovën sot dhe Lonçar e cilësoi vendimin si të turpshëm dhe theksoi se Prishtina është në shkelje të drejtpërdrejtë të marrëveshjes në fuqi. Ministri tha se ky ishte një vendim i turpshëm dhe që ai si ministri i shëndetësisë së Serbisë të mos i lejohej të vizitojë punonësit e shëndetësisë dhe institucionet mjekësore serbe që veprojnë në Kosovë. Qëllimi i vizitës nuk ishte i natyrës politike, por për të parë vetë funksionimin e sistemit shëndetësor serb, i cili ofron të gjitha shërbimet mjekësore në mënyrë të barabartë për serbët dhe shqiptarët, tha Lonçar. 7 vite më parë në ditën e sotme me 26 mars të vitit 2018, drejtori i atëhershëm i Zyrës për Kosovë dhe Metohi dhe kryenegociatori i Beogradit Marku Gjurić u arrestuan në Mitrovicën e Veriut nga forcat speciale të policisë së Kosovës të armatosura rënde dërguan në Prishtinë dhe më pas u dëbuan nga Kosova. Ndihmësi Gjuriçi Željko Jović u lëndua në përpjekje për të rezistuar arrestimit. Kjo ishte ndërhyrja e parë e njësisë speciale të policisë Rosu në veri të Kosovës. Ministri i Punës të Jashtme i Serbisë Marko Gjurić deklaroi se aleanca ushtarake ndërmjet Kroacisë dhe Shqipërisë me autoritetet në Prishtinë prish ekuilibrin, forcën dhe arkitekturën e sigurisë në rajon dhe shkel marrëveshjen ekzistuese të vitit 1996 për kontrollin e armëve. Ministri i Jashtëm përsëriti se Serbia ka ngritur pyetjen se si është e mundur të krijohet një aleancë e tillë pa marrëveshje me të gjithë aktorët në rajon. Gjurić gjithashtu tha për ka se ishte një lajm i madh që presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dhe presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa shtruan një darkë për nder të presidentit Vučić në Bruksel. I dërguar i posaçëm i Bashkimit Evropian Peter Sorensen përmbledhi vizitën e tij të parë në Beograd duke deklaruar se bisedimet theksuan rëndësinë e angazhimit të vazhdueshëm dhe përparimin e dialog. Sorensen dje në Beograd ka biseduar me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, ministrin e Punës të Jashtme Marko Gjurić, drejtorin e Zyrës për Kosovë dhe Metohi Petar Petković. Vlerësoj që dëgjova mendimin e tyre për hapët e ardhshëm, ka shkruar Sorensen në rrjetin social X. Historiani Luka Jovanović vlerësoi se veprimi diplomatik i Petar Sorensenit tregoi se është i vendosur të përdor mandatin e tij për të nisur nga ngërçi dialogun ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës. Pyetja është nëse Sorensen do të ketë fuqi për të zbatuar vetë marrëveshjen, thot Luka Jovanović. Analisti politik Artan Muhaxhiri beson se Sorensen do të përpiqet të heqë pengesat që Beogradi dhe Prishtina të jenë shumë më bashkëpunues në dialog. Si Kosova, ashtu edhe Serbia kanë opsione nëse mbeten në status quo, nuk do të ecin përpara në agjendën e tyre europiane. Nëse vendosin të bashkëpunojnë dhe të bëhen shumë më real, atëherë do të përfitojnë, tha Muhaxhiri. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se qeveria e tij ka arritur rezultate të jashtëzakonshme pavarësisht tentativave për destabilizim nga Serbia. Kurti përmendi liberalizimin e vizave, investimet në shëndetësi dhe mbrojtje, tarifimin e energjisë elektrike në veri dhe mbylljen e institucioneve serbe si sukses të qeverisë së tij. Varfëria sipas Bankës Botërore është ulur nga 25.5% në vitin 2021 në 90.2% në vitin 2024, ndërsa është ulur edhe papunësia, ka thënë Kurti.
4 persona janë vrarë në incidentet e armatosura në Kosovë në 3 ditët e fundit. Një i ri 19 vjeçar ka vdekur me 23 mas në vushtri dhe vrasëri ka qenë bashkëmushatari i tij, i cili e ka pranuar fajsin. Të nesër në fshatin Stanov ka ndodhur një vrasje dyfisht ku një burr ka vrarë një grua dhe me pas ka vrarë vetveten, ndërsa mbrëm në Prishtinë një person ka ndërruar jetë pasi është qelluar në kokë ndërsa sulmuesi është ende në kërkim. Moti nesër në Serbi do të jetë i vrant me reshjet e kopaskoshme, reshje shiu dhe bubullima. Pritet me shumë reshje gjatë ditës, temperatura mëngjesit nga 8 deri në 12, kurse ajo maksimale ditore do të jetë nga 14 deri në 20 gradë Celsius.